Është hera e parë që jam të bo epizod solo, epizod të podcastit vetëm vetë. E mira kësaj është që është epizodi jam, është podcasti jam, kështu që me bo qatë du me ta. Unë kam vendos me janis me bo edhe seria të solo epizodeve, ku mundë me folë për temat që me pëlqenë, pa e prit me u koordinu me tëftuar, ose pa i kërku tëftuarit gjithmonë edhe me bo edhe një format tjetër, kështu që shpresoj që ju pëlqen. Për ata që kanë dëshirë me sugjeru tema, që kanë dëshirë me komentu ose me jap ndonjë kritik, dijoni të lirë me komentu poshtë në komente, dhe nëse ju pëlqen ky content, unë po e them në fillim, bënja një subscribe ose ndiqeni faqen teme në YouTube, në Instagram, në TikTok, në qa kam tjetër, diçka. Si të qoftë. Gjeni ritual së ndikun, ose e këqyrni me emrin Rita para shumëti, mos i këqyrni ato thashë themet, këqyrni veç të senet e mira. Okej, sot kam vendos me bo epizodën edhe me anis kështu si epizod të parë, si kur epizod hyrëse të solo epizodeve, me folë për shtyllat e shëndetit. Nuk muj me vendos një numër, i cili të regon, sepse nuk muj me bo studime mbi këtë gjë, nuk muj me vendos pra një numër i cili të regon me përqindje saktësisht, ose me numra saktësisht se sa mundeni me qenë të shëndetshëm. Në të vërtet nëse i ndiqni këto 6 shtylla dhe nëse këto 6 shtylla i mani në nivel, por muna me thonë që nëse i ndiqni këto 6 shtylla të shëndetit, keni me qenë për një 95% ma të shëndetshëm se një mas e madhe e njerëzve të cilat njonën prej këtyne ose 3-4 prej tyne nuk i respektojnë. Si që shkom thonë në plot epizodat të mija bashk edhe me tëftuarit e me që kena trajtu temat të ndryshme bashk, ekziston dikun një thelb, një mruesi për bashkët i të gjitha këtyne temave të ndryshme që janë folë, edhe në përmbajtje në Instagramin tem, ose TikTokun ose mediume tjera, edhe në epizodat e podcastit të cilat i kena shtjelu bashk me tëftuarit e me, emruesi për bashkët janë në fakt këto 6 shtyllat e shëndetit të cilat gjenden në thelbin e tëne. Nëse dëshiron që me qenë për 95% më i shëndetshëm se masa më e madhe e njerëzve të cilët nuk i respektojnë këto shtylla, dhe nëse dëshiron me e pas mirë që për emruesin e përbashkët e të gjitha temave që kemi folë në Rituals, atëherë i përmbash këtyne 6 shtyllave, cilat janë. E para, ushqehu mirë. Këto e kemi një të gjithë, mundeni me thonë, bo bajat. Por me ushqy mirë, sa do që është e thjesht, është edhe ndërlikume në botën e sotit, ku kemi shumë pranishmëri të gjërave, shumë letë kena qasje në gjithë shka, dhe ngrënja mirë në këtë mori informatash online që i kemi, mori influencerësh me apo pa të drejt me folë për këto tema. Në mori mendimesh, është bo vështirë me ditë se qka duhet me hongër dhe qysh duhet me ushqy mirë. Por të ushqehesh mirë për 80% të kohës, është qelësi i shëndetit tanë. Shtylla numër 2. Flaj mirë. Jepi prioritet ose jepi përparësi gjumit para se të gjitha gjërave tjera të cilat ta kompromitojnë gjumin. Shtylla numër 3. Ushtro. Me këtë pikë, në fakt, në vendin tonë kemi mësë shumë t'i problem. Jo vetëm pse ushtrimet keq kuptohen, edhe në aspektin e tyne shkencor, edhe në aspektin e ekzekutimit tyne, edhe në aspektin konceptual, në çdo aspekt ushtruarja e trupit në vendin tonë, keq kuptohet dhe është në një farforme e mendume sikur kështo, nëse vizualizojmë, të gjithë që i ndëgjojmë për ushtrimet kur flasin janë me shku në fitness, me pas një trajner, me u marrë me maqina diçka, ose me i bodo ushtrime diçka që e hekim barkun, ose për tonifikim, ose për me u rrit pak, dhe që kjo është një farë terminologjie që sillet në sheher ton kohën, por është vetëm 0.0001% i krejt konceptit të shtyllës e cila ka emrin ushtra. Në këta, kësha pas dëshirë me hym pak ma thellë, kur të hym në troshzat e secilës prej shtyllave. Shtylla numër 4, mos pi duhan.
Shtylla numër 5 është mos pe alkohol ose limitoje sasinë e alkoholit që e pen gjatë javës ose në jetën përgjithësi. Shtylla numër 5 është mos merr droga ose së paku mos merr droga trona, sepse me mpyt mu, unë e tham mos pi alkohol, mos merr drogë, mos pi cigare, qaq. Por nëse e specifikoj pak edhe tham së paku mos merr droga trona, është sepse e dim që gjithmonë ka me pas njerëz që kanë me marr droga patjetër. Unë nuk mundem me fol diçka e cila nuk është reale, po së paku më ndihmu që ato njerëzit që vetë se kanë hyrë në atë rrugtim, ka dale me i qu ka drogat më atleta e nashta pi më atletës dalin krejt. Edhe shtylla e fundit është ato për të cilën për fat kemi fillu me ndëgju ma shumë kohëve të fundit, është jepi shumë rëndësi shëndetit tënd mendor. Shëndeti mendor është një gjë që deri vonë është anashkalu shumë prej në vendin tonë, tashti ka fillu me bo trend në një farforme, në trende gjithmonë ka rrezikshmëri të banalizimit të një teme dhe të të asaj që disa njerëz që nuk janë shumë të kualifikuar të flasin për gjëra të tilla, kualifikimi i personave të cilët duhet të flasin për shëndetin mendor, edhe të flasin në detaje për shëndetin mendor duhet me qenë shumë i lartë. Por ne gjithmonë mundemi me ngrit një farvetëdijsimi për rëndësinë e tij, dhe secili prej nesh deri dikon mundet me mri, e ka një sasi deri ku mundet me fol për shëndetin mendor e pastaj me kualifikime shtesë ose ma të specializume për specifikat e shëndetit mendor, mundemi me hy ma thellë. Për shëndetin mendor është një diçka që jashtëzakonisht shumë luan rol në kualitetin e jetës, mos them që ndoshta është pjesa më e rëndësishme e kualitetit të jetës, nëse shtylla tjera janë pak më keq, nëse shëndeti jonë mendor është në vend dhe jemi të lumtur dhe i kemi lidhjet me njerëz shumë të mira, mas pari me veten mandej me tjerët, në atë rast kemi me pas patjetër jetën ma kvalitet edhe kemi me bo edhe vendimarrje ma të mira për jetën tonë edhe ndoshta edhe për këto shtylla tjera, se ndoshta shtylla tjera faktikisht pse shkojnë të ra, është sepse shëndetin mendor nuk e kemi mirë, e mbrenda shtyllës së shëndetit mendor, çka nuk kemi mirë është lidhjen me veten dhe lidhjet me njerëzit tjerë përreth nesh. Tash kisha pas dëshirë me hy pak më në detaje në secilën shtyllë dhe me diskutu se çka saktësisht duhet me bo brenda secilës shtyllë të shëndetit në mënyrë që me arrit një shëndet të përgjithshëm. Një gjë që është shumë e rëndësishme me e shpjegu. Kur themi mirëqenia dhe shëndeti, këto janë dy gjëra të ndara, por veprojnë bashkë. Mirëqenia vjen para shëndetit faktikisht, sepse mirëqenia i ka disa shtylla të vetat, të cilat kur ne i mbajmë mbi 50%, sikur një bateri, për shembull kur e këshyrim telefon, mundohemi kanjherë me mbajt mbi 50%, ose karburantin në makinë, mundohemi të gjithë me majt, ma të mbushur se gjysa, se kur shkojmë prej gjysës të poshtë, na jep pak stres, edhe faktikisht nëse lojmë rezervë, mundet me prish makinën herët avon. Kështu që përderisa e respektojmë telefonin, e respektojmë makinën, duhet me e pa që shtyllat e mirëqenies tonë duhen të gjitha me mbajt së paku për mi 50% e vetë me atë sa kena kapacitet, dhe në këtë formë ne e parandalojmë problematikat që vinë në përjet dhe e ngacmojmë pastaj shëndetin tonë. Le të themi që mirëqenia është e para dhe nëse i majmë përmi 50% shtyllat, atëre nuk mbrin kur me ngacmu shëndetin dhe me shkaktu patologji. Sepse imuniteti jonë është nalt, ne jemi të bo matë mirën e mundshme, prap mundet me ardhë ndonjë smundje në jetë, por së paku e dim që na që thojnë në popull ja këna bo hizmetjen. Edhe një herë për me e përmbledh. Ushqyerja, ushtrimet, gjumi, mos me pi cigare, mos me pi duhan, mos me marr drogë, mos me pi alkohol, ose me limitu pirjen e alkoholit, edhe me jap rëndësi shëndetit mendor, që to janë shtyllat të cilat neve na i heqin
ma shumë se gjysmën e problemeve të cilat i hasim në përjet, për të cilat ju më shkruni mu në DM-a, pyetjet për të cilat i bani, kur bani pyetje për ankth, për depresion, për mungesë të motivit, për mungesë disiplinës, për gjumë të keq, për dhimbje të paspjegueshme në të gjithë trupin, për problematika të çuditshme për juve, po që për neve që merremi me këtë profesion, janë tepër të zakonshme sepse jo në shumicën e rasteve nuk e vreni se sa të rëndësishme janë këto gjëra të cilat i merrni për të mirë qenë dhe 1 ditë plus 1 ditë plus 1 ditë plus 200 ditë plus 500 ditë plus 5 vjet janë një diçka që ruhet në arkiven e trupit tuaj. Prandaj, kështu duke u rujt në arkive në trupit tuaj, ajo jep rezultate dhe ju pastaj mendoni që vetëm një gjë ka ardhur aty për aty, por ajo është mbledhur për një kohë shumë gjatë dhe ka jep rezultat dikur ma vonë. Prandaj nuk mundeni me qenë të shëndetshëm dhe nuk mundeni me qenë krejt mirë pa asnjë problem. Mas pari s'ka garancë për atë punë, po gjithçysh dikon diçka ka me kërsit nëse qëto shtylla nuk i manin vi. Hajde po him ma fill nëse cilën shtyllë. Po e ndaj një qast me përmend sponsorin ton Swedish Collagen, të cilën e marrë vetë dhe është i vetmi që ka efekt të vërtet në nyje dhe lëkur. Swedish Collagen kombinon vitamina, minerale, madje edhe probiotik, por edhe hyaluron. Ky është i vetmi që e rekomandoj nga që shumë më pyesin çfarë kollagjeni e merr dhe unë e marrë Swedish Collagen sepse më ka jep shumë rezultate. Kur vëmendja juaj varet nga syt, zgjedhni Optika Oculli, eksperiencë premium në zemër të Kosovës, me 23 vite eksperiencë në Kroaci dhe mira pacient të kënaqur. Optika Oculli është e vetmja në Kosovë që bën përcaktimin e dioptrisë me saktësi dhe metodologji të nivelit botror dhe vërtet ju bën me pa okull. Përveç asaj, lente origjinale e jo kopje falso të rendit tretë, dizajne bashkohore të kornizave për çdo stil dhe zgjidhje për të gjithë. Fokusi juaj është prioriteti i Optikës Oculli. Po ndaj një moment me përmend sponsorin ton OneFor, i cili ma leton i jetën për ka aspektin financiar shumë, sepse bëj transfere për vetëm 0.2 sekonda kudo që jam. Këtë zgjidhje nuk e ofrojnë të tjerët, por e ofron OneFor, prandaj përveç që e përdori për veti, e rekomandoj edhe për të gjithë tjerët. Rituals nuk është thjesht një brand, është një mënyrë jetese, trup, mendje dhe shpirt në një sistem të vetëm, trajnime të personalizuara, protokole shëndeti, frymëmarrje, meditim, ushqim dhe edukim, për burrat dhe gratë që kërkojnë më shumë se rezultate, kërkojnë ndjesi, fuqi, qetësi. Kjo është shëndeti dizajnuar me qëllim, dhe ky qëllim bëhet në zyrën tonë të konsulencave shëndetësore dhe fitness studion tonë private, butik fitnessi i vetëm në vend, por edhe online. Bashkohu me Rituals sot dhe kthehu në verzionin më të mirë, më të shëndetshëm dhe më të vërtet të vetës. Pjanisim mas pari me ushqyrjen. Pika e parë është bilanci energjetik dhe niveli i dhamit trupor. Mënyra se çush hajmë nuk ka të bëjë thjesht me ushqime të shëndetshme ose me ushqime të këqija. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme që kisha dashur të gjithë me kuptu, sepse ka shumë njerëz që sot, që thash në këtë morit të informacioneve, mendojnë që mjafton me hongër shëndetshëm dhe mendojnë që arsyeja pse nuk po dobësohen ose s'po hekin dhamin është diçka një problem me ta, sepse ata po ushqejnë shëndetshëm. Por me ushqy shëndetshëm ose me ushqy keq dhe me pas bilans jo të balancuar të marrjes energjetike në trup dhe shpenzimit nuk është i njëjti sen. Do me thonë, sasia sa ushqihemi dhe ushqimi i shëndetshëm ose jo i shëndetshëm janë dy gjëra të ndryshme. Hala, nuk e mund ushqimi i shëndetshëm ushqimin e keq. Mas pari është keq me nda ushqimet në ushqimet këqija ose të mira, është më rëndësi se pari me e kuptu, se pari me ndreq bilancin energjetik. Do me thonë, është shumë e rëndësishme me e ditë sa jena të konsumu, a përshtatet me trupin ton çajo sasi që po e konsumojnë dhe a përshtatet me aktivitetet e jetës ton çajo sasi që po e konsumojmë. Nëse i marrim 10 persona të ndryshëm, ata i kanë 10 jetë të ndryshme
10 aktivitete të ndryshme që i bojnë gjatë ditës, 10 nivele të aktivitete të ndryshëm, e kanë gjatësinë ndryshme, e kanë peshat të ndryshme, kanë gjini tjetër, do me thonë, kemi të bëjnë me mashkull ose femën. Do me thonë, kena shumë faktorë të cilët ndikojnë në sa duhet me pas atë marrjen energjetike ose dhënien energjetike nga trupi jonë. Prandaj, gjëja parë që duhemi me caktu është sasia e sa duhet trupi jonë me konsumu. Pastaj mas asajna degëzohemi në ndarjen e ushqimit shëndetshëm dhe ma pak të shëndetshëm ose fare jo të shëndetshëm që na hajmë në jetë, dhe nëse atë e kemi më të lartë ushqimin e jo të shëndetshëm se sa të shëndetshëm, është mirë me ndryshu qëto dhe me kalibru pak, dhe për 80% me majtë më lart ushqimin e shëndetshëm dhe të 20% me majtë për qef ushqimin i cili na e kënaq shpirtin, po nuk kemi edhe qatë shumë përfitime trupore. Niveli i shëndetshëm i indit djamor në trupin ton, nëse majmë në atë nivel të ullët dhe të shëndetshëm, jo të ullët e jo të shëndetshëm, sepse ka njerëz që e ullin nivelin djamor, për shembull gratë nëse ullin në 9 ose burrat nëse ullin në 3, kalon në nivel jo të shëndetshëm. Pra nëse majmë të ullët dhe të shëndetshëm indin djamor, dhe e bojmë qatë balancën energjetike për që fola ma herët, kjo ndikon në jetë gjatësinë dhe shëndet gjatësinë tonë. Qysh? Nëse ne kemi nivele jo të shëndetshme të indit djamor, jemi më të rrezikuar ndaj sëmundjeve kardiovaskulare në ne, do me thonë obeziteti është sulmuesi i parë i shëndetit kardiovaskular, metabolik dhe kognitiv. Prandaj, nëse doni me pas trunën e kthjellët, me pas metabolizmin duke funksionu që duhet me parametra të duhura të meqis, të insulinës, të sheqerit në gjak, e kretë çka do që përfshihet në metabolizëm, është shumë e rëndësishme për juve me e majtën mend që niveli i dhjamit nuk është normale ose nuk është e pranueshme me qenë i lartë. Dhe në popullin ton, çka është ndodh tash, është se gjithmonë i referona popullit ton sepse çto jetoj dhe çto po mundohem me kontribu. Kjo është shumë e rëndësishme, nuk e them me popullin ton për popullin ton me cinizëm ose me dëshirë me përqesh diçka popullin ton. Amerikanët kur të flasin për studimet shkencore ose kur i referohen në informate, ata gjithmonë i thojnë amerikanët, i marrin për shembull amerikanët. Ne mundemi me i marr shembull amerikanët ose francezët ose italianët kur flasin për shkencë dhe me tregu përqindjen e sa njerëz vdesin prej sëmundjes kardiovaskulare, sa njerëz vdesin prej rrëzimit, sa njerëz vdesin prej ose sa njerëz kanë probleme me demencë ose me Alzheimer, po kryesisht kur jemi duke e bën një vedisim dhe jemi të folë për diçka që po shihet dhe po dojmë me ndryshu diçka, secili duhet të flasim për vendin ton. Në vendin ton po shihet viteve të fundit, sidomos një rritje e pasivitetit dhe rritje të indit djamor të trupat e njerëzve, do me thonë, analizoni edhe vetë, a shihni ma shumë burra me një bark të madh në Kosovë, a shihni ma shumë burra me një bark flat. Gjithashtu, gratë tona po kanë shumë të lashe me probleme të ndryshme metabolike, me sindroma të ndryshme, dhe smundjet kardiovaskulare gjithashtu kanë qenë një problem i madh, si kur rezultat i mos kujdesit ndaj ushqyerjes, gjithashtu dhe diabeti, kështu që prandaj ushqyerja e kom vendos në rend të parë. Pra, balanci energjetik, sasia do me thonë e ushqimit sa hajmë, përzgjedhja e ushqimit që e hajmë, dhe rrjedhimisht mbajtja e indit djamor në nivel të shëndetshëm, të ullët, por të shëndetshëm. Gjëja e dytë, shumë e rëndësishme kur vjen puna te ushqyerja, është, e kam folë shumë herë dhe ju mbo bajat të përmend, është proteina. Çfarë do dietat që jeni të majtë? Çfarë do ndryshime dhe regjime që jeni të bo? A jeni të stërvit shumë apo pak apo heq? Proteina mbetet ajo e cila duhet patjetër me qenë në nivel të duhur ditor të konsumit tuaj. E dyta, nuk mjafton vetëm me marr protein përmes edhe junk foodit, dikush mundet me thonë që çdo ditë jam të hongër pul, po pula është gjithmonë e bome në fërgesë të thellë ose është kryesisht i përkan ushqimit fast food.
nuk mjafton me qenë protein vetëm qashtu. Duhet me e kqyrë dhe biopranueshmërinë e proteinës dhe me qenë proteina kvalitet. E kemi përmend disa herë se çka hin në nivelin e proteinave, kështu që proteina duhet me u majt patjetër në nivel të lartë, 1.6 deri në 2.5 gram për kilogram të personave të caktuar, varet prej nivelit të aktivitetit që e kanë, gjinisë gjithashtu, gjatësisë, e tjera që i përmendem edhe në seksionin e parë të që folëm për ushqyrjen. Domethënë, proteina duhet patjetër me u vendosë në rend të parë të përzgjedhjes tonë, të çfarë do shujtë që hajmë, të çfarë do dietë që kemi e kena përzgjedh me e bo, qoftë intermittent fasting, qoftë keto diet, qoftë diet e çfarë do lloji që ju e bëni, edhe që ju mendoni se ju përshtatet, proteina prap e mban është mbreti ose mbretnesha e ushqyrjes dhe duhet me kon në pjesën e vetëdijshme të gjithë juve kur vjen puna të ngrënia. Okej, një pjesë tjetër të cilët gati kërkush se përmen ose se përmen mjaftueshëm spaku sa unë e kom pa në botën tonë, janë fibrat dhe sa të rëndësishme janë fibrat për shumë pjesë të shëndetit tonë. Sidomos shmangjen prej disa kancereve, disa llojeve të kancerit, smundjeve të zemrës dhe vdekshmërisë në përgjithësi. Pse? Nuk është që direkt marrja e fibrave e nal dekën, por marrja e fibrave ndikon në shëndetin e zorës tonë dhe në shëndetin e metabolizmit tonë në përgjithësi dhe rrjedhimisht metabolizmi dhe zora jonë prishet ma vonë. Sikur që shirujmë kompjuterin, kamerën, s'podi, telefonin dhe pjesë tjera të jetës tonë, në të njëjtën mënyrë, nëse na i marrim fibrat e majnë zorën tonë të shëndetshme dhe të gjithë traktin gastrointestinal, si rrjedhoj e qasaj që ndodh në zorë. Prandaj, marrja e fibrave e mjaftueshme është shumë shtyllë e rëndësishme për me ndiku pozitivisht në tretjen, në shëndetin e zorëve dhe në ngopjen, e cila pastaj na bën edhe me marrë vendime më të mira kur na vjen me hongër lidhje pa lidhje, sepse që ajo ngopja që vjen prej marrjes së fibrave dhe metabolizmi jonë i shëndetshëm dhe fakti që na ndihmon edhe me shku në toalet qaq sa duhet dhe mes me hek prej kapslëkut dhe gjërave tjera, e ndihmon shumë pastaj edhe rregullimin e apetitit dhe rregullimin e të gjitha gjërave të cilat i largojnë problemet që i kena me barkun ose me lukthin e tjera. Përveç të njerëzit që kanë probleme si kur IBS-i, dhe me thonë zora, sindroma zorës irritabile, ose kolitit cistik, ose diçka tjetër e ngjashme, në atë rast duhet me pas kujdes prej FODMAPs, ose ushqimeve të cilat e acarojnë zorën ma shumë, për ndryshe, fibrat, sa ma shumë fibra me konsumu dhe duhet me ditë që njerëzit, masa njerëzve, një numër enorm i njerëzve nën konsumojnë fibra në ditë. Ankon shumë njerëz për kapslëkun, ankon shumë njerëz për probleme të ndryshme me zorë dhe kur ti pyet e shet që ata gati se thuj se hiç nuk konsumojnë fibra. Prandaj kjo në përkthim do të thotë që duhet me hongër patjetër ma shumë perime se sa që ti mendon që po han, e nuk jetu hongër mjaftueshëm, duhet patjetër me konsumu ma shumë fruta se sa që po mendon që është mjaftueshëm me hongër, sepse çaja ndikon në rritjen e numrit ose rritjen e gramazhit së fibrave që i konsumojmë në ditë. E fundit, cilësia definitivisht ka rëndësi cilësia e ushqyrjes tonë, por konteksti është shumë më i rëndësishëm. Nuk duhet me marr ushqyrjen në mënyrë absolute. Nuk duhet me kërku perfekcion nga ushqyrja sepse që aty vjen dështimi, stresi, mosdia se çka me bo. Ne duhemi me bo ma të mirën të mundshme çdo ditë kur vjen puna edhe te dieta që e zgjedhim. Një regjim i qëndrueshëm për stilin e jetës tonë që ndjekim çdo ditë dhe i cili na mbështet në aktivitetet që kërkohen prej nesh ndaj trupit tonë. Prandaj dieta është aty që me e mbështet edhe me i jap është sikur karburant për trupin dhe trunin dhe jetën tonë dhe asgjë tjetër. Prandaj në mënyrë të tillë duhet edhe me shiku. Disa sportista ose shumica sportistave konsumojnë
ashtu thënë ushqim më të keq që konsiderojmë popullata e gjerë, sepse ata bojnë një aktivitet më ekstrem, prandaj i vyn edhe më shumë karburant për me mbështet aktivitetet e tyre ekstreme. Atyne, normal që një ciklisti që është të i bo dikon 100-200 kilometra, normal që kom ju dasht me hongër çokolata, kom ju dasht me pi naj lang me shumë sheqer për me mbështet qatë aktivitet, ati nuk i hynë në pun një bar proteinik i shëndetshëm, sepse që ato fibra në fakt kanë me i shkaktu problem që aty, por a i duhet me pas diçka të shpejt që në mënyrë që me mujt me kry atë aktivitet, ose një maratonist. Prandaj, varet shumë prej kontekstit. Çfarë pyet e veten, çfarë jetë jetu ke bo ti, çka jetu kërku prej trupit tënd, në moshën e caktume që ke, për gjinin që ke, për aktivitetet punën që e ban, sa je ullun, sa je në kom, sa lëviz, në mënyrë që dietën me e përshtat ndaj që ati aktiviteti. Pra, duhet me pas fokusin të bazat, jo të ekstremet, asnjë herë nuk e përkrahi obsesionet me dietat të ndryshme, suplementet magjike apo protokollet që mundohen me i shit disa influencer të cilët lidhje nuk kanë me këto punë, por vetëm mundohen me i shit produktet juve. Pra, është e rëndësishme me majt bilancin energjetik, me majt proteinën në nivel, me konsumu fibra dhe ushqime bimore mjaftueshëm çdo ditë dhe mos më koncentru në shumë në detaje, në ekstremizma, por me këshyr kontekstin, me flajt mirë, me lëviz mjaftueshëm edhe me menaxhu stresin, sepse këto gjithashtu shumë luajnë rol në zgjedhjet që i bojmë dhe në apetitin ton, faktikisht edhe pa kona të vëdijshëm për zgjedhjet. Gjithashtu një pjesë shumë e rëndësishme. Sot, sidomos me ndikimin amerikan, tash edhe me qeverisjen e tanishme që është në Amerikë, shumë është u fol për ngjyrat në ushqim, për ato substancat të cilat nuk munden me u lexu, kur s'mundesh me e lexu mirë, ik prej asajna, toksiciteti, jo metalet e rënda, jo ka të lefar detox programe, sene ekstreme të cilat gjithashtu janë të mundu me ja ul vibrimin njerëzve dhe frekuencën, po mundohen me i shti në frikë dhe në frikë mas leti njeriu manipulohet. Do me thonë në frikë mas leti njeriu merr vendime të pamend edhe blen produkte, i shumë leti shiten trende të reja dhe produkte të reja. Sidomos për njerëzve të paditun, por qëllim keq. Prandaj dijeni që ato gjëra nuk të vrasin, nuk janë një fragment i rëndësishëm të cilin prej fragmentit duhet me e bo gjithë shka në jetë, nuk duhet me u koncentru në frikë dhe në ingredient të vegjël, përbërës të vegjël në produkte të ndryshme dhe me ikë prej tyne sikur ato me qenë diçka që ty kanë me të mytë, ose diçka që kanë me ta shkaktu ulljen e mirëqenjes dhe rrjedhimisht edhe mungesën e shëndetit. Të gjitha gjërat që janë aty për neve me u konsumu, shikohen gjithmonë a janë makro, a janë mikro. Dhe kur aprovohen dhe janë në treg, ato pa tjetër që nuk kanë me na shkaktu dam. Na mundemi me i shkaktu dam vetës nëse kena mungesë të ekuilibrit dhe nëse në një mas jo normale që kish dasht me e marrë në laborator qatë persone dhe me thonë, okej, qka ke boti për një 10-20 vjetë? A ke konsumu qipsa për 20 vjetë e kur gjë tjetër? A ke marrë pije energjike për 20 vjetë e kur gjë tjetër? A ke marrë pije të gazume ose pije me mbelzues artificial dhe asgjë tjetër? A ke konsumu vetëm ushqime me ngjyrë për 20 vjetë dhe asgjë tjetër? Dhe nëse diçka nxitet te çaj person, atëherë na mundemi me marrë atë person edhe me thonë që to shkaktojnë kancer, ose vdekshmëri, ose smundje të zemrës, ose probleme me tru, sepse që ky person për 1 vjet, për 20 vjet, për 5 vjet, ose për 1 muj, ose çka do, ka konsumu diçka banal, të vetmen gjë që ka konsumu çata është. Por nëse një person konsumon qipsa atë këto,
ose i han do bombona me ngjyrë aty këto, ose e pin një pije zero aty këto, ajo gjën nuk ka me shkaktu asnjë problem në shëndet. Prandaj, para se me shku te ato mikro gjërat mikroskopike, ju lutem, këqyren jene del jashtë, këqyre bazën. Sa e ka han? A e ka han ma shumë shëndet që ma keq? Sa protein e ka han? A jetu konsumu fibra ball? Dhe a jetu stresu për mënyrën tënde të ushqyres dhe a jetu ndru stilat çdo muj? Një herë po je bëj këtë dietë, mandej atë dietë, një herë s'po ha 18 orë, mandej na po ha vetëm mesh, mandej na vetëm fruta, çka e të bo? Mas thjesht e ki, ndjekit çto shtylla dhe ki me kon super mirë. Nëse i ke ngu krejt influencerat, atëherë ngojeni doktor Spaku edhe respektoj 6 muaj këta që po thëm edhe ki me pasë që ka me ndodhë me ty prej lëkurës e deri të truni.